Vanessa ka vdekur. Vetëm. O, Zoti i Madh, vetëm këtë mund të mendoj tani. Thjesht, Vanessa ka vdekur. Po lexoja lajmet në internet si që bëj çdo ditë, dhe pash titullin. Prostituta gjendet e vrarë. E kishin gjetur trupin në një kosh plerash. Dhe kjo më kryen për brënda. Jo fakti që ajo ka vdekur. Po thuaj se mund ta pranoj këtë fakt. Por ishte e trajtuar si plerë për vite me radhë, dhe më pas e kishin lënë në plera kur kishte vdekur. Kjo ma copton zemrën, Rajna. Por tani nuk mund të bëjmë asgjë për të, Klara. Ajo nuk është më. E di. Sa do të doja t'isha përpjekur më shumë për ta nxjerrë nga ajo rrugë. Po sikur t'isha përpjekur të flisja më shumë me të, apo të kisha thënë diçka më të mirë. Po sikur të kisha bërë më shumë, ndoshta do t'ishte ende gjallë. Mund të kisha bërë më shumë. Klara, pak më parë më the se largimi nga puna si punëtore seksi duhet t'jetë diçka që ti e vendos vetë. Askush nuk mund të të bëjë ta lësh. Edhe sikur të fusi në burg, përsëri hyn asaj rruge pasi del nga burgu. Duhet t'jetë diçka brenda teje që thotë jo, dhe ta thot me vendosmëri. Pastaj duhet të lejosh që të tjerët të ndihmojnë, apo jo? Ke shumë të drejtë. Dhe Vanessa nuk arriti kurrë në këtë pikë. Asaj nuk i pëlqente ajo punë, por kishte filluar të shihte se nuk e kishte të lehtë të shkëputej. Ajo nuk mundi ta bënte hapin e parë dhe të kërkonte ndihmë. Ishte shumë e prerë dhe shumë e ashpër. Unë njoh edhe vajza të tjera si ajo. Edhe sigurisht që dëshiroja të isha si ato. Ti? Jo, ti je vajzë shumë e ëmbël, Rajna. Po, e di, por nuk doja të isha vajzë e ëmbël. Mendoja se po të isha e fortë si ato, askush nuk do mund të më lëndonte. Rajna, çështja është se të qenit e fortë nuk të bën të ndihesh më mirë. Unë u përpoqja ta bëja të fortën kur isha atje në shtëpi publike. Madje një herë edhe u largova prej andej. Dhe më kujtohet që ecja si në përmjergull. U fsheja brenda vetesime si në një guask. Dhe më beso, luftoja me të gjithë ata që donin të futeshin në guaskën time. Kështu ishte dhe Vanessa. Ajo grindej edhe kur hante. Por, si mendon, përse nuk të lejoj kur që ta ndihmoje? Nuk e di. Krenari ndoshta. Ajo nuk donte të ndihej sikur e kontrollonte vetë jetën e saj. Edhe atëherë kur nuk mund ta kontrollonte. Të kontrollonte jetën e saj. Kjo duket e pamundur. Jo, ajo nuk donte të ndihej në borxh ndaj askujt. Por e di, ma mori mendja se thellë brenda saj, ajo ishte e friksuar. Mendonte se nuk do të kishte kurrë mundësi për një punë tjetër. Mendonte se nuk ishte aq e zonja. Ma merr mendja që ndihej sikur nuk e meritonte një jetë më të mirë. Po, më kujtohet koha kur edhe unë ndihesha kështu. Sa herë që Viktori më godiste, unë e bindja veten se e meritoja. Por sot, e ka më të vështirë ta pranoj se unë meritoja të trajtohesha mirë. Mendime të çmendura, apo jo? Është interesante, kur sheh gjërat që pranojmë dhe gjërat që nuk pranojmë. Është e dhimbshme dhe e vështirë, por në një farë mënyre, unë mund ta pranoj faktin që Vanessa ka vdekur. Kam parë edhe më parë lajme për vajzat që kanë përfunduar kështu. Gjithmonë e di se mund të ndodhë. Madje e di që disa prej tyre ende nuk përbëjnë në një lajm. Disa vdesin nga një drogë e ndyrë, ose nga alkooli, ose nuk e di nga çfarë do qoftë. Po, dhe ka nga ato që sëmuren dhe nuk marrin ndihmë në kohë. Ka shumë rreziqe jashtë në botë, kur nuk mund të jesh e sigurt. Por çështja është se ato e dinë se çfarë mund të ndodhë. Por përpiqen të mos e mendojnë atë gjë. Nëse e mendojnë atë që po kalojnë, do të thotë se thellë brenda tyre e dinë se duhet ta lënë atë punë. Dhe pavarësisht se duket çmenduri, ato nuk mund ta pranojnë që ta lënë. Të shpresojmë që një ditë ato të dëgjojnë zërin e tyre të brendshëm dhe të largohen nga ajo punë, atëherë kur zemra e tyre tua thot. Sikur këto vajza thjesht të ndalnin për një çast e të dëgjonin atë zë të brendshëm.
Kam parë se si shumë prej tyre ngren mure rreth e qark vetes. Ato mbajnë një barë kaq të rëndë në zemër, dhe është njësoj si të mbash një gur të madh brenda teje. Po, edhe unë ashtu ndihesha gjatë gjithë kohës që mbaja brenda sekretin tim të errët. Po mbaja një peshë shumë të madhe në zemër. Po, më kujtohet. Oh, kam një kartolinë ku janë shkruar disa fjalë shumë të bukura për zemrën. Ja, shikoj, ja këtu. Çfarë është kjo? Është premtimi për të cilën folëm bashkë, të kujtohet? Një përgjigje për njerëzit që kanë zemër të rëndë si gur. Oh, po, Perëndia që ndryshon zemrat tona dhe na bën të pastër. Mendoj për të gjatë gjithë kohës. Kur flas me vajza si Vanessa, që mbajnë brenda tyre një zemër të mbushur me zemërim, hakmarrje, turp, që mbajnë brenda tyre atë dhimbje therrse. Ta kam lexuar edhe më parë këtë premtim. Është një premtim që Perëndia e ka bërë shumë kohë më parë. Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi. Më pëlqyen shumë këto fjalë kur ti më lexove për herë të parë, por tani më pëlqejnë akoma më shumë. Zemra ime vërtet ndihet më e lehtë. A e sheh, Rajna? Perëndia është i mirë. Ai është i dashur dhe i dhemshur me secilin nga bijtë e tij. Perëndia është dashuri. Tani e di këtë, sepse Perëndia është brenda meje. Vërtet, nuk ka përse të bëj të fortën. Thjesht duhet të dëgjoj zemrën time të re, vendin ku Jezusi jeton. Po, sepse nëse ne nuk e dëgjojmë zemrën tonë, kur ajo na thërret ta ndalim diçka që jemi duke bërë, si mund ta dëgjojmë Perëndin? Por, a nuk mendon se kjo është e frikshme? Çfarë do të thuash? Ende po përpiqem ta kuptoj se si mund t'i hapemi plotësisht Perëndis. Ai është kaq madhështor dhe i plot fuqishëm dhe kush jam unë? Nuk jam askushi. Ti nuk je askushi, Rajna? A nuk e di se je shumë me vlerë për Perëndin? Kur nuk e besoja këtë. Nuk mendoja kur se Perëndia merakosej për atë që më ndodhi mua. Ai gjithmonë ka gjëra më të mira për të bërë dhe njerëz më të mirë për të cilët duhet të kujdeset dhe me të cilët flet. Dhe ja ku doli përsëri. Çfarë? Diçka që kam vënë re gjatë gjithë këtyre viteve. Kur flasim për Perëndin, ne mendojmë për të ashtu siç mendojmë për prindrit tan. Çfarë do të thuash? E po ja. Kur mendoj për maman time, unë ndjej dhimbje. Dhimbje? Po pse? Po mendoj se si ajo më thërriste me fjalë si e shëmtuar, pa vlerë. Edhe kjo më bënte të ndihesha si plerë. Ajo më bënte të ndihesha shumë keq. Thjesht mendoja se unë nuk e meritoja të isha në shtëpinë e saj. Dhe unë mendoja se edhe Perëndia ishte kështu. Mendoja se atij nuk do t'i pëlqente që një grua e ndyrë dhe e pa vlerë si unë të hynte në një kishë. Është shtëpia e tij apo jo? Tani më trego çfarë ndjen kur mendon për baban tënd? Nuk e di. Ndihem si jetime. Ndihem sikur ai kur nuk ka qenë pjesë e jetës sime. Ati nuk i interesoja unë ose nëna ime. Prandaj dhe u largua dhe nuk na dërgonte asgjë. Pikërisht. Ti po merr shembullin e keq që ke pasur në jetën tënde dhe atë eksperiencë të keqe dhe po i përcjell në mënyrën se si e sheh Perëndin atë. Por Perëndia nuk është kështu. Ai gjithmonë u jep njerëzve një mundësi të dytë. Perëndia i tërheq njerëzit nga kufiri i vdekjes dhe bën mrekulli në jetën e tyre. Mrekulli? Po. A e shikon këtë foton këtu në mur? A e sheh këtë gruan me vajzën e vogël? Po. Kjo është Monika dhe vajza e saj Daniela. Monika erdhi këtu për punë me të dashurinë e saj dhe e la vajzën me maman e të dashurit. Pastaj, nuk merrte guximin të kthehej përsëri në shtëpi. Kishte frikë nga ajo që vajza e saj do të mendonte për të kur kishte qenë në tregtinë e seksit. Në një farë mënyre, ajo nuk ndihej sikur e meritonte të ishte mamaja e Danielës. Por ato duken shumë të lumtura në fotografi. Sa të qeshura që janë. Tani po, sepse Monika e la punën në rrugë, e la atë mënyrë jetese dhe u kthye në shtëpi tek Daniela. Wow, sa mirë. Por si e bën këtë? E po, sigurisht që nuk ka qenë lehtë për asnjërin prej tyre. Vajza e pati shumë të vështirë ta pranonte këtë jetë të re me nënën e saj. Dhe Monika duhet të punonte shumë, të bënte çdo lloj pune për të ushqyer veten dhe vajzën. Po, e di. Është e vështirë të fillosh përsëri nga e para. Por Perëndia bëri një mrekulli në zemrat e tyre, Rajna. Monika e buzëqeshur që ti sheh në këtë foto,
shko në shtëpi dhe e sheh vajzën e saj drejt në sy, e sigurt dhe me krenari, sepse e di që po bën çdo gjë që mundet për vajzën e saj. Sa gjë e bukur, por nuk e kuptoj vërtet se ku qëndron mrekullia këtu. Po mrekulli nuk është vetëm ajo që sjell në jetë një njeri që ka vdekur. Mrekullit vijnë në përmasa dhe në mënyra të ndryshme. Ndonjëherë, duhet një mrekulli që një njeri që është i thyer, i dëshpëruar dhe mendon edhe vetë vrasjen, të qëndrojë me këmbët e tij përsëri. Apo edhe të porosisësh një sanduiç. Çfarë the? Sanduiç? Po, a e shikon atë fotografinë atje? Atje ku është ajo vajza që po ha sanduiç? Oh, po, çfarë kuptimi ka ajo? Ajo është Liza. Ajo punonte në një shtëpi publike për një kriminal, sepse ai e kishte kërcënuar se do t'i vriste të dashurin. Kështu që ajo punonte si sklave seksi për të mbrojtur të dashurin e saj. Dhe e mendon dot se çfarë ndodhi? I dashuri e la. Kjo është e tmerrshme. Po, dhe pas gjithë kësaj, asaj u desh të përballi me pasoja shumë të rënda. Ajo tha se kishte frikë nga çdo gjë, madje edhe të rrinte vetëm në një dhomë të mbyllur, apo të porosiste një sanduiç në një lokal. Nuk mund ta bënte. Dilte me vrap nga lokali. E gjora, a u bë më mirë? Po, e po të paktën aq sa të porosiste një sanduiç. Çfarë? Të porosiste një sanduiç? Kjo mund të mos të duket si një mrekulli për ty, por për Lizën ishte një mrekulli. Ajo ishte shumë e traumatizuar. Dhe tani shkon tek një mjek për të kaluar gjendjen e saj dhe po merr ilaçe që e ndihmojnë. Madje tani shkon edhe në një takim grupi me njerëz që kanë të njëjtin problem si ajo. Vërtet ndihesh shumë më mirë kur flet me persona që kanë kaluar të njëjtën gjë si ty. Ke të drejtë, dhe është vërtet e rëndësishme. Në këtë mënyrë, ajo e ka kuptuar se nuk është anormale, ose budallaqe, ose që ndihet e friksuar. Mendja e saj po përpiqet të zgjidhë diçka që nuk duhet kishte ndodhur kurrë. Kjo është një nga gjërat që kërkojnë shumë kohë për t'u shëruar. Ashtu si unë, që po përpiqem të harroj Viktorin dhe çdo gjë që më ka ndodhur. Ndonjëherë mendoj se kurrë nuk do të mund t'i harroj. Nuk mendoj se do të harrojmë ndonjëherë atë që na ka ndodhur në të kaluarën. Ne jemi bërë për të kujtuar, dhe jeta jonë është e mbushur me kujtime. Por me kalimin e kohës dhe me shumë punë, por sidomos me punën e Perëndis në mendjen dhe në zemrën tonë, ne mund të gjejmë forcën për të ecur përpara në jetë, pak e nga pak, ditë për ditë. Të zgjohemi në mëngjes, të jetojmë jetën gjatë ditës dhe të shkojmë në shtrat në darkë duke rregulluar copëzat së bashku derisa të shijojmë një jetë normale. Një jetë normale? Po, nuk mund të jetojmë duke ecur mbrapsht. Nuk mund të kthehemi e të bëjmë jetën e mëparshme, por me ndihmën e Perëndis dhe të njerëzve që na kuptojnë, mund të fillojmë një jetë re, Rajna. Në fakt, mund të ndërtojmë një jetë që ja vlen ta jetosh. Pra, jeta jo nuk është thjesht një përrallë që përfundon me fjalët për gjithmonë të lumtur, ashtu siç shpresoja unë. Jo, nuk mund ta kemi atë lumturi të përsosur në këtë jetë. Vetëm kur të shkojmë në qiell pasi të kemi vdekur. Por deri atëherë, përsëri do të ekzistojë ajo botë e errët që gëlltit vajza si Vanesa dhe që e urren dritën e Perëndis. Po. Por a mund të bëhet gjë për këtë? Unë mund të ndihmoj. Dhe mund të ndihmoj Lizën edhe Monikën. Dhe çdo tjetër që Perëndia më vë përpara në rrugën time. Ndoshta do më dëgjojnë, ndoshta jo. Kjo është zgjedhja e tyre. Ajo që mund të bëj unë është thjesht i drejtoj tek drita dhe të vazhdoj t'i drejtoj për sa kohë ato do të më dëgjojnë. Dhe ndoshta, kur të vdes dhe të arri në përfundimin tim për gjithmonë e lumtur, do t'i takoj në qiell. Mos fol për vdekjen, Klara. Përpiqu pak të më imagjinosh mua. Kur të shkojmë në qiell, Perëndia vet, aty yni dashur do të na fshi lotët. A mund ta përfytyrosh? Kjo tregon se sa të çmuara jemi ne për të. Ne jemi thesaret e tij. Dhe a e di? Bibla flet shumë për mbledhjen e thesareve në qiell. Por nuk mund të marrim argjend, flori ose para me vete kur vdesim, apo jo? Jo, vetëm njerëz. Dhe këto gra dhe vajza të çmuara që un kam takuar këtu janë thesaret e mia të fshehura. E kuptoj. Ti e kaq e duruar, ti na dëgjon, ti na bën të ndihemi më mirë dhe të sigurta. E di çfarë? Unë nuk kam besim tek askush, përveç teje, Klara. Faleminderit, Rajna. Por ti e di se dëshira ime më e madhe është që ti besosh Perëndis dhe të ndjesh dashurinë e madhe që ai ka për ty, apo jo? Unë nuk mund të premtoj se pas kësaj jeta jote këtu në tokë
do të jetë përgjithmonë e lumtur, apo se situata jote në shtëpi do të përmirësohet, apo se dhe vetë frika jote do të zhduket. Problemi i trafikimit të vajzave është shumë i komplikuar. Puna ime është që t'i jem pranë çdo gruaje dhe t'i trajtoj ato si qenie njerëzore, secilën prej tyre, thesaret e mia të fshehura. Besoj se unë jam një prej tyre. Çështja është se nuk ndihem si thesar. Ti je një thesar. E besoj kaq shumë se e kam shkruar tek ajo copa e drurit mbi derë. Do të jap thesaret e territ dhe pasuritë e fshehura në vende të fshehta, me qëllim që ti të njohësh që unë jam Zoti, Perëndia i Izraelit, që të thërret me emër. Ti, Liza dhe Monika, dhe të gjitha gratë që kam takuar, por edhe ato që nuk i kam takuar, ato që janë ende në rrugë, apo ende në shtëpitë publike, apo edhe në streja të ndryshme. Të gjitha ju jeni thesaret e mia të fshehura, thesaret të çmuara që i përkisni Perëndis, krijuesit tuaj. Ju jeni më të çmuara se çdo thesar tjetër këtu në këtë botë. Ti dhe të gjitha këto gra thjesht po prisni për një mundësi që t'i tregoni botës se sa të mrekullueshme jeni. A nuk është e vërtet? E po, ma merr mendja se ke të drejtë. E di që kam të drejtë. Nëse të jepet një mundësi dhe ti zgjedh ta përdorësh atë, do të shndritesh mrekullisht si një diamant. Perëndia e universit të thërret me emër. Ai po pret që ti t'i përgjigjesh thirrjes së tij. Nuk ka rëndësi nëse ti përgjigjesh Perëndis me zemërimin tënd, me pikëllimin, me lumturinë apo kuriozitetin tënd. Ti je një thesar dhe ai po pret të dëgjoj prej teje dhe të çojë drejt një fundi përgjithmonë të lumtur, më të lumtur nga sa ti mund ta imagjinosh. Ky program është prodhuar nga Thesaret të Fshehura, një projekt i Transworld Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesaret të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hiddentreasures@twr.org. Edhe njëherë kontakti i emailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit. Krijuesi Perëndi, i cili ju krijoi dhe ju do, po ju thërret sot. Ai po ju thërret drejt një jete të re me të. Ai dëshiron të harrojë errësirën e të kaluarës suaj dhe të gjitha mëkatet tuaja. Ai ju dha si dhuratë birin e tij, që kështu ju të keni një fillim të ri. A nuk do t'i thoni atij fjalët e zemrës suaj? I thoni se e pranoni dashurinë e tij. Kërkojni të largoj mëkatet e së kaluarës suaj dhe t'i harroj ato përgjithmonë. Biri i tij, Jezusi, ka marrë tashmë mbi veten e tij çdo gjë të gabuar të kësaj bote dhe ka paguar për çlirimin ton nga mëkati. Dëgjoni premtimin që Perëndia ju bën. Do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi ju dhe do të jeni të pastër. Do t'ju pastroj nga të gjitha ndyrësirat tuaja dhe nga të gjithë idhujt tuaj. Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap një zemër prej mishi. Do të vë brenda ju shpirtin tim dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia. Pastaj do të jeni në gjendje të thoni këto fjalë nga libri i mrekullueshëm i Perëndis, Bibla. Unë ngres syt nga malet, nga do të më vinë ndihma. Ndihma më vjen nga Zoti, që ka bërë qejt dhe tokën.
Dhe prandaj, në paqe do të bie dhe në paqe do të fle, sepse ti vetëm, o Zot, më mban në siguri. Ai gjithashtu i flet thellësisë së zemrës suaj dhe i thot: Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Ai nuk do të lejoj që të merren këmbët. Ai që të mbron, nuk do të dremit. Zoti është ai që të mbron. Zoti është hija jote. Ai ndodhet në të djathtën tënde. Ju nuk jeni kurrë vetëm. Perëndia është gjithmonë me ju. A do të flisni me të sot e t'i thoni: Perëndi, ja ku është jeta ime. Më merr kështu siç jam dhe më pastron nga të këqijat që kam bërë. Unë dua të jem bija jote e bukur, që të ndjek ty. E di se ti më do për gjithmonë. Jam shumë e sigurt se ndërsa thoni këto fjalë, zemra juaj do të filloj të mbushet me gëzim. As lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndaj nga dashuria e Perëndisë, që është në Jezu Krishtin Zotin ton. Pastaj ndërsa ju i besoni atij, fryma e Perëndisë do të ngrejë shtëpinë e tij në zemrën tuaj. Rrënjët e jetës suaj do të zhyten thellë në dashurinë e Perëndisë dhe do t'ju bëjnë më të forta. Dhe uroj të keni fuqinë për të kuptuar, që të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, dhe ta njihni dashurinë e Krishtit, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Kjo është lutja ime për ju, dhe atij që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim dhe të nxjerrë para lavdisë së tij të paqurtueshëm dhe me gëzim, të vetmit Perëndi të ditur, Shpëtimtarit ton, i qof lavdi, madhështi, sundim dhe pushtet, tani dhe përjetë. Amen. Ky program është prodhuar nga Thesaret të Fshehura, një projekt i Transworld Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesaret të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hiddentreasures@twr.org. Edhe njerë kontakti i mailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit.